Të shtunën me 10 maj në qytetin e Ulqinit u shënua një moment i veçantë për sportdashësit dhe komunitetin lokal. U bë hapja solemne e rinovimit të stadiumit olimpik në plazhin e madh. Ky projekt përfaqëson jo vetëm një investim në infrastrukturën sportive, por edhe një rikthim të energjisë dhe shpirtit sportiv në qytetin e Ulqinit. Ceremoninë e hapi zotri Aslan Lunjin nga komuna e Ulqinit, një përkrahës i vazhdueshëm dhe i palodhur për realizimin e këtij projekti të rëndësishëm. Ai theksoi rëndësinë që ky terren ka për terren dhe sportin e qytetit. Me lejoni që në emrin tim personal, në emër të komunës së Ulqinit, përzemërsisht ju përshëndes të gjithëve. Një herëzi të falenderojmë të gjithëve për kontributin që kanë dhënë dhe mundësuar që të arrijmë këtë ditë madhështore. Dozvolitemi da u ime opštine Ulcinj, u svoje lično ime srdačno sve pozdravim i da se zahvalim svim pojedincima, firmama koji su dali svoj doprinos da mi se danas nalazimo na ovom mjestu. Sot, para jush, ndodhet një stadium i rinovuar, një stadium i cili ka afërsisht 1000 vende, një stadium të cilin e kemi ndëruar të gjithë. Danas se nalazimo na stadionu koji broji otprilike 1000 sjedećih mjesta, kojeg smo svi sanjali dugi niz godina. Normalisht nuk do ishte e mundur që të realizohet pa përkrahjen e Federatës së Futbollit të Malit të Zi, komunës së Ulqinit me në krye zoti Genci Nimanbegu dhe partnerëve të tjerë, po ashtu edhe përfaqësuesve të klubit Otrant Olimpik. Ovaj projekat je realizovan u saradnji sa Fudbalskim savezom Crne Gore, opštinom Ulcinj na čelu sa predsjednikom Gencijem Nimanbeguom, drugim partnerima i naravno Fudbalskom klubu Otrant Olimpik, kojem se ovom prilikom srdačno zahvalim. Këtu sot do të na drejtohen disa mysafir dhe Nikoqiri, kryetari i komunës së Ulqinit, dhe në këtë mënyrë do të shpallim të hapur stadiumin olimpik ëndrrën e gjeneratave. Danas će nam se obratiti naši dragi prijatelji, partneri, predsjednik opštine i drugi koji su dali doprinos da se generacijska ideja danas realizuje. Në këtë ngjarje të veçantë morën pjesë figura të rëndësishme të futbollit, por edhe të politikës, përfshir kryetarin e komunës së Ulqinit, zotri Genci Nimanbegun, si dhe presidentin e Federatës së Futbollit të Malit të Zi, Dejan Savicevic. Mirëdita gjithëve, mirëdita të nderuar sportdashës, të nderuar fëmijë, i nderuari kryetari Federatës zotri Savicevic, sekretari përgjithshëm zotri Gjurgjevac, i nderuari ministër Gjeka, të nderuar sportdashës, është moment solem. Sot, investimet e përbashkëta të Federatës së Futbollit të Malit të Zi dhe komunës së Ulqinit, dedikuar qytetit ton, dedikuar klubit futbollit Otrant, dhe kemi nderin e madh, kemi kënaqësi të veçantë që të filloj gara e parë në Ulqin në ligën e parë të Malit të Zi. Të gjithëve ju uroj suksese dhe këto janë vetëm një ndër hapat të cilët do t'i marrim për rikëmbjen e sportit në qytetin tonë. Investimet në sport nga ana komunës janë bërë të shumta. E dini, mbi 200.000 euro për shoqata sportive dhe deri tani në 3 vitet 2003, 2024, 2025 mbi 1 milion euro dedikuar klubit futbollistik të Otrantit. Klubi futbollistik Otrantit e meriton një stadium të tillë, por edhe rezultatet i presim t'i ketë sukses. Urime të gjithë futbolistëve dhe vetëm përpara. Dragi Ulcinjani, drago mi je što sam danas ovdje sa vama. Prije svega želio bih da pozdravim sve prisutne, naravno predsjednika opštine, predsjednika kluba, ministre, narodne poslanike.
Drago mi je što smo naišli na razumijevanje opštine Ulcinj i fudbalskog kluba Otrant, gdje smo zajednički udružili sredstva i napravili jedan teren i jedan stadion koji odgovara minimum kriterijuma, da kažem, za odigravanje prvoligaških utakmica, to je Meridian Bet prve Crnogorske fudbalske lige. Nadam se da će ovaj teren i ovaj objekat dati podstreka ekipi Otranta da u narednom periodu ostvari što bolje rezultate, da počnu da igraju, što ja kažem, utakmice pred svojom publikom i nadam se da će u svoju publiku uspjeti da ostvare svoje snove i da izbore opstanak u prvoj Crnogorskoj fudbalskoj ligi. Još jednom želim da se zahvalim opštini i da poželim ekipi Olimpik Otranta uspješnu sezonu. Hvala. Në shenjë mirënjohje për kontributin e tij ndaj zhvillimit të futbollit dhe mbështetjen e vazhdueshme, zotëri Savicević u ndërua me një mirënjohje simbolike nga komuna e Ulqinit. Još jedna simbolična uspomena iz našeg grada. Pas ceremonisë u zhvillua dhe ndeshja parë zyrtare në këtë stadium të rinovuar, mes ekipit ton dhe ekipit kampion të sezonit 2024-2025, Budućnost nga Podgorica. Ndonë se për ekipin ton kjo ishte një ndeshje vendimtare për qëndrimin në ligën e parë, për fat e keq rezultati përfundoi me humbje minimale, 0-1, megjithatë përkrahja nga tifozët ishte jashtëzakonshme. Mbi 1500 spektator krijuan një atmosferë festive, duke kthyer ndeshjen në një spektakël të vërtet sportiv.